i tha. Dhiro, gjithë në maleve të gjuash, vetë në malë të kuqetës më zgjuaj, se kuqetër është shumë e keqe, të ha, të përpi, atë kam shkuar shumë të rime, nuk kam kthyer prapë. Por në djali nuk të gjoj fjallet të nënës, po të gjoj fjallet të vashës në semës. Trimi, më do muaj në asë majtë këtë dhe më zgjuar, veç në majtë kuqetës të gjuash. Ai e donte shumë vashin e bukur të semrës dhe unë nisi në mandë e kuqetës. Sa më kurit aty, toka filloi të dridhe dhe u shfaq kuqetra. Ai ndoi 7 shigjeta dhe i quaj 7 shigjeta i mjë, por nuk i bëri gjë kuqetës. Në pasë, ai ndoi shpatën, po as shpatën nuk i bëri gjë. Tani në çfarë do të bësh? Kuqetër, unë e di që ti të më hapë, por të lutem, a mund të më lekësh që të shkoj të nëna e Si mund të besoj që të kthehesh përsëri? unë të jap besën time. Shumë mirë. Dhe djali u nisi në shtëpi për të marrë uratën e vdekjes ka nëna. Nëna, duhet të më japësh në uratën e vdekjes. Uratën e vdekjes, Dhiro, tu desh të shkoj në masë të kuqetës, se s'me dhe dhe mua, mos shko. Në fakt për të shkoj të ashtë besën të qetës. Të pas ai shkoj. Dhe nëna u veshë me të zisa dhe ja dha uratën e vdekjes. Të pas ai shkoj në vasha i tha. Të vjen pjesë ku i bëhaj kuqetra? Jo, vetë më vjen as pak. E sigur do kisha 3 jetë të reja ty do t'i nga që të vjesh në shtëpi e lumë. Pa ty? Ba dhe ba. Ka shumë do? Pa shumë. Kujtë të gjarë të në unë. Jo, kuqetëra është e rrezikshme ajo të ha të përpi. Unë nuk vim me ty po të rishë të me mua për nga herë. Dhe të dy shkuan në nalë. Sa ku i pa kuqetëra filloi të këndon. Isha një më tonë dy. Mira ti e mira më kuqetër, kishe një dhe s'ke asnjë dhe ti vetë të futesh në fund të dhevës, që ty marrë është njerëzve dhe të jetë në ekstra. Është te kuqetëra